Jemi këto për Dokën, unë jam njëna prej klienteve të Dokën, edhe jam do e kënaqur sa herë që po marr me i rregullu them. Ju uroj suksesen të ardhmen, nalt e manalt, se me punën edhe për kushtimin e kanë tregu Doku veten që ashtu qysh. Unë edhe dona në të ardhmen, e kemi tregu veten me punën edhe për kushtimin që e kemi pas edhe pasionin për fushën e artit, kulturës së përgjithësi. Jam shumë e lumtur edhe falenderuese për këtë popullin që më kanë votu edhe një herë ma kanë besu mandatin e ardhshëm. Kam plane shumë të mëdha, bashkarisht me krejt kolegët aty, kemi me bo më të mirën e mundshme për vendin edhe për popullin, gjithmonë me dashni, me zemër, pa korupcion edhe pa të këqia që i ka ndodhur në të kaluar vendit. Videon e fundit që të kemi pa para vendit kur ke shku me u regjistru, gjithë rjetë është vërshu ndoshta edhe me disa komente jo shumë mira. Çu ju përgjigjesh aty? Unë nuk lexoj komente me tregu drejt. Ai moment u kon pak si befasi për mu, se unë sa e parkova makinën, nuk i kom pa gazetarët dhe për njerë ju në qumë kom edhe menova mos më sulmon dikush. Edhe meta edhe instikti parë që merr me folke që ajo që e keni pa, as nuk e di as çfarë shkruaj, as një herë lexoj komente, kështu që sa dojnë me mshal, shojnë, ata që më dojnë, ata më dojnë.